në NATO, se si forcat e sigurisë Kosovës, FSK-ja, ka operuar në disa aktivitete edhe jashtë vendit ku ka qenë eftuar, sidomos në zona të caktuara e posaçërisht siç është rasti i tërmetit në Shqipëri. Po ashtu Kosova keni parë që është ftuar edhe si pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme në Londër, në vende të ndryshme ku ka treguar vërtet një performancë të jashtëzakonshme dhe qëllimi i këtyre ftesave për Kosovën ka qenë për të bindur anëtarët e NATO-s se Forca e Sigurisë të Kosovës është një strukturë e ndërtuar nga NATO, monitoruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zbaton të gjitha standardet të cilat të kërkohen nga NATO, kështu që pjesëmarrja e saj në NATO do të ishte e dobishme dhe jo e dëmshme. Dhe ne duhet i përmend faktin, për shembull, kam pasur rast të bisedoj me përfaqësuesit e NATO-s nga Greqia, e që Greqia është një shtet e cila nuk e ka njohur Kosovën, e që në fakt nuk e ka penguar zhvillimin e Kosovës as edhe një herë të vetme, e posaçërisht në çështjet të lidhen me Kosovën. Forcat e NATO-s të greke janë Kosovë, kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Forcën e Sigurisë të Kosovës dhe në vazhdimsi në deklaratën e tyre të zyrtare kanë deklaruar se nuk e pengojnë ardhmërinë e Forcës së Sigurisë të Kosovës në NATO dhe kjo është bërë për shkak të një angazhimi që ka pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, të cilët mund të them janë forcat kryesore që organizojnë profesionalizmin e Forcës së Sigurisë të Kosovës. Prandaj më të them të drejtën, neve jemi shumë të bindur, ne e shohim çdo ditë marrëdhënien e NATO-s me Forcën e Sigurisë të Kosovës, është komplet e shkputur nga siguria politike apo ajo ekonomike për cilën folin nderuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe besoni që pavarësisht faktit që Kosova nuk ka avancuar në çështjet që lidhen me sigurinë ekonomike, në marrëdhëniet e sigurisë ekonomike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me Bashkimin Evropian, në çështjet ushtarake e kemi një avancim. Madje duhet përmendem një fakt tjetër, ju e dini që e iniciuar nga përfaqësues Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi edhe një marrëveshje mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë për një aleancë lokale në lidhje me ngritjen e kapaciteteve lokale në rast se nevojës edhe prodhimit të armatimeve përfshi këtu edhe armatime si që në dronët apo çështjet që lidhen me sigurinë ajrore. Prandaj mund të themi që pavarësisht politikës apo çështjeve politike të shteteve në NATO, sa i përket çështjes së Forcës së Sigurisë të Kosovës, unë personalisht në shumë takime që kam marrë pjesë e kam pa gatishmërinë edhe të shteteve anëtare të NATO-s që nuk e kanë njohur Kosovën, se nuk do ta pengojnë, madje për shkak politikës ato do të abstenojnë në përfaqësimin e tyre për anëtarësimin e Kosovës dhe jeni të bindur që në vitin 2027 kur presidenti Trump do të jetë në Tiranë, do ta shpall Kosovën anëtare të NATO-s. Edhe një pyetje të fundit për këtë çështje Bedri, për sa i përket raporteve direkte ushtarake mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës, jo si pjesë e NATO-s, por raporte direkte shtet me shtet, ku dihet që presidenti Trump po i kushton rëndësi të veçantë raporteve individuale më shumë se sa atyre kolektive. Po, pikërisht kjo lidhja natyrale, marrëdhënia natyrale e përfaqësuesve profesional të Forcës së Sigurisë, në fakt edhe të policisë, e posaçërisht në fushën e inteligjencës, e ka tejkalu nivelin e angazhimit politik të shteteve anëtare të NATO-s dhe ka arritur që të krijojë kushte thona të reja që Kosova të shihet si një performancë apo mund të themi si një histori e suksesi e Shtetit e Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në fushën e ngritjes kapaciteteve profesionale ushtarake. Prandaj të jeni të bindur që marrëdhëniet ushtarake të Forcës së Sigurisë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tejkalojnë marrëdhëniet e vendeve të tjera. Duhet përmend një fakt që është shumë interesant. E keni parë se presidenti Trump nëse morën përqindje deklarimet e tij në raport me shtetet, Kosova zë një vend të veçantë, sikur se t'ishte një shtet me 100 milion banori dhe jo me 1.5 milion banori. Po, të nderuar shikues, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, por i dashur Bedri kam dëshirë të qëndrosh sepse në pjesën tjetër do të vazhdojmë të diskutojmë për këtë temë, por edhe për atë që ti e përmende pak më herët, marrëveshjen trilaterale Kosovë, Shqipëri, Kroaci, për ta diskutuar pak më gjerë. Një hapësirë e shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish së bashku me të njëjtin panel, por do të na shtohet edhe një koleg nga Turqia.